Mjeku çudit botën, harroni shpesh atë që doni të thoni. Mund të vuani nga këto probleme. Me siguri që edhe juve ju ndodh shpesh të harroni atë që doni të thoni kundrejt dikujt ose kur dikush ju ka ndërprer, nuk e kujtoni përsëri atë që doni të thoni. Një studim shpjegon origjinën e këtij mekanizmi antik. A ju ka ndodhur ndonjëherë të ndërpriteni në mes të një bisede nga një telefonat e papritur? E keni harruar atë se çfarë doni të thoni. Një studim mbi aktivitetin elektrik të trurit i publikuar në Nature Communication mund të shpjegojë tashmë pse mund të ndodhë kjo. Origjina mund të jetë e përbashkët. Sipas Adam Aron nga Universiteti i Kalifornisë në San Diego, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ajo që e ndërpret fluksin e mendimeve është i njëjti mekanizëm që bllokon në mënyrë të befasueshme lëvizjet tona kur për shembull dalim nga ashensori dhe përballë gjejmë dikë tjetër që pret shumë pranë derës. Përgjegjësi kryesor i atij ndërprerje të papritur të veprimeve motorike është ndoshta edhe nga anulimi i papritur i rrjedhjes së mendimeve. Është bërthama subtalamike, një formacion i vogël neuronesh që gjenden në encefalon, një pjesë e trurit njerëzor të qendrës së Kafkës. Mund të jetë një test kujtese. Përgjigjet studimore të tyre, Aron dhe kolegët e tij i kanë mbikëqyrur 20 vullnetar të shëndetshëm dhe 7 të shëmur nga Parkinsoni duke i caktuar një detyrë kujtese. Të mbani në mendje një varg karakteresh. Interesi për Parkinsonin nuk është rastësor. Në fakt, mund të ndodhë që flukset e mendimeve të atyre që vuajnë janë veçanërisht të qëndrueshme dhe vështirë për të shpërbërë. Hipoteza është që e njëjta struktura cerebrale që kryejnë një superpunë për të bllokuar dridhje tipike të sëmundjeve i bëjnë personat edhe super të mbrojtur nga këmbgulja në mendimet e tyre. Ndërkohë që vullnetarët provonin të fiksonin në mendje shkronjat, ata kanë dëgjuar tinguj të thjesht monoton, por në disa raste disa nota janë zhvendësuar nga cicerimat e papritura të një zogu, një stimul i mjaftueshëm i çuditshëm për të çorientuar personat të marrën në studim. Aktiviteti elektrik cerebral i regjistruar gjatë surprizës tingullore u shfaq i njëjti me atë të ndërprerjes tipike të lëvizjes. Ajo që u përfshirë pikërisht është bërthama subtalamike. Sa më shumë punon te kjo strukturë, aq më e vështirë që subjektet të sillnin në mendje vargjet e shkronjave. Ajo që kemi demonstruar deri më tani, thonë shkencëtarët, është se ndarjet e papritura përfshin të njëjtën qark truri që përdoren për të bllokuar qëllimet me veprimet tona. Ky mekanizëm duket se ndikon në gradën në të cilën këto ngjarje ndikojnë mbi fluskën e mendimeve që kishim përpara se të ndërpriteshim. Mbetet për të kuptuar se pse ndodh kjo gjë, mbase për arsye evolutive. Kur ecën për në savanë duke fantazuar për darkën, kjo aftësi për të ndërprerë në mënyrë të menjëhershme mendimet për t'u kthyer në realitet duhet të na shpëtojë shumë herë jetën, duke na përqendruar mbi stimujt e dëmshëm. Zbulimi mund të ketë ndikime të rëndësishme te personat me sëmundje të Parkinsonit, gjithashtu te ata që vuajnë edhe nga shqetësime të ndryshme, të cilat lidhen gjithashtu edhe me vëmendjen. Për të pasur një kujtesë më funksionale është e rëndësishme që të kujdeseni sa më shumë për atë që shtoni në dietën tuaj, të flini si duhet dhe gjithashtu ta mbani trurin tuaj vazhdimisht në punën e duhur. Kjo është një teknikë efektive për të përmirësuar situatën e kujtesës suaj dhe mbi të gjitha për të mbajtur larg edhe problemet të cilat lidhen me humbjen e kujtesës me kalimin e viteve. Kujtesa duhet të jetë në formë gjatë gjithë viteve të jetës suaj. Është një mundësi e çmuar për të përmirësuar aktivitetet tuaja të trurit. Ju ndodh shpesh që të harroni ku keni vendosur çelësat e shtëpisë, të makinës, telefonin, gjithashtu edhe syzet. Ndonse edhe pas zbuloni se i keni të vëna. Kujtesa e dobët është një problem që prek miliona njerëz në të gjithë botën dhe në përditshmëri ajo mund të krijojë vërtet një kokçarje. Probleme me kujtesën janë gjithmonë në rritje me kalimin e moshës. Ato ndikojnë gjithashtu edhe në nxitjen e problemeve me gjumin, stresin, depresionin, mungesën e vitaminës B, tiroiden, gjithashtu përdorimi i alkoolit,
duampirja dhe marrja e medikamenteve të caktuara në dietën e përditshme. Në disa raste, kujtesa e dobët mund të nxitet edhe nga skleroza ose sëmundjet e Alzheimerit. Në këtë video do të zbulojmë disa mënyra të thjeshta se si të përmirësoni shëndetin tuaj të trurit dhe të mbani larg problemet e tij. Gjithashtu, në këtë video do ju tregojmë ushqimet më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë të dietës suaj për të patur gjithashtu një aktivitet më të fortë të shëndetit të kujtesës. Sëmundjet e rënda të kujtesës kërkojnë trajtime të specializuara mjekësore dhe jo thjesht receta natyrale, të cilat mund të përgatiten edhe në shtëpi. Në këtë video do t'i japim disa informacione të vlefshme të cilat në gjendjen tuaj mund t'japin rezultate fantastike. Në këtë video do të zbuloni ushqimet të cilat ju nevojiten më shumë për një kujtesë më të fortë dhe mendje më të mprehtë. Bajamet do të ofrojnë një përmirësim të dukshëm të shëndetit të kujtesës. Bajamet janë të pasura gjithashtu edhe me elementë të cilët fuqizojnë shëndetin e trurit. Ato janë të pasura me antioksidantë dhe acide yndyrore omega 3, të cilat janë fantastike për kujtesën edhe për shëndetin e syve. Zhysni 5 deri në 10 kokra bajame në ujë dhe të nesërmen i grini në mikser pa lëkurë. Masën e përfituar e zjeni duke bashkuar me një gotë qumësht. Shtoni mjaltë dhe pini atë vazhdimisht gjatë dietës suaj. Rozmarina është një stimulues shumë i mirë i shëndetit të trurit. Kjo bimë fantastike është ideale për të rritur përqendrimin, kujtesën dhe për të përmirësuar memorien. Zjeni një tufë rozmarin në ujë për 5 minuta. Kulloni lëngun dhe në të shtoni gjithashtu mjaltin. E pini këtë lëng vazhdimisht. Ju mund të përdorni edhe vajin esencial të rozmarinës për të patur një performancë më të mirë të shëndetit tuaj të kujtesës. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj, sidomos edhe për të rritur performancën e trurit gjithashtu, është edhe vaji i peshkut. Suplementet e vajit të peshkut përmirësojnë kujtesën dhe funksionet e trurit. Acidet yndyrore të vajit të peshkut parandalojnë gjithashtu pllakat e trurit që janë të lidhura me sëmundjen e Alzheimerit. Merrni 600 mg peshk çdo ditë. Ushqeuni rregullisht të paktën edhe me produkte të pasura me yndyrna omega 3 të vlefshme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve tuaja. Frutat e pyllit gjithashtu janë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trurit. Frutat e pyllit, të cilat janë boronicat, qershit dhe manaferat, janë një burim i shkëlqyer i flavonoideve, që përmirësojnë funksionet e trurit dhe rrisin gjithashtu performancën e kujtesës. Konsumojeni ato në mënyrë të rregullt për të marrë vlerat të cilat janë burimi kryesor i flavonoideve që përmirësojnë funksionet e trurit dhe rrisin gjithashtu performancën e tij. Ndër ushqimet e tjera më të mira për shëndetin e trurit janë avokado, panxar, lëngu i kockave të mishit, brokoli, selinoja, vaji i arrës së kokosit dhe çokolata e zezë. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të vendosni në punë shëndetin e trurit, të aktivizoni atë me ushtrime të ndryshme dhe gjithashtu të përmirësoni dietën tuaj dhe të evitoni jetën sedentare. Sipas ekspertëve të Neurodegenerative Daily, është e rëndësishme që të shtoni produktet mjaft të mira për shëndetin e trurit në dietën tuaj të rregullt. Gjethet e gjelbra në sallata janë një nxitës shumë i mirë i ushqyesve të duhur për shëndetin e kujtesës. Perimet në përgjithësi, përdorimet të freskëta ose të gatuara në formën e sallatës, supat e ftohta ose në gjedhra mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për të rritur performancën e kujtesës suaj. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit është ari i lëngshëm i bazës së kuzhinës mesdhetare. Ai është i mirë jo vetëm për shëndetin e zemrës, sistemin tretës, tani është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të trurit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj janë gjithashtu frutat e pyllit dhe peshku. Mbi të gjitha boronicat, por nuk duhet të lënë pas as mjetra dhe manaferat. Sidomos peshqit e ujrave të kripura si sardele dhe salmoni, të shtuara në dietën tuaj mund të japin rezultate fantastike për shëndetin e kujtesës, citon studimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.